shekuj afirmimin e përkatësisë tonë europiane dhe ndryshimin e statusit tonë si vend, si popull, si individ këtu në mes të Europës, ku me vendimin e 11 majit, me fuqinë e 11 majit, me mbylljen e negociatave për antarësinë në Bashkimin Evropian, ne nuk do të jemi më thjesht europian me zakon, po dhe europian me ligj. Nuk do të jemi më europian të huaj për Europën, por do të jemi europian të barabartë në Europë. Dhe pa diskutim që për 1001 arsye kjo vlen në nivelin kombëtar, vlen në nivelin lokal, vlen në nivelin familjar, vlen në nivelin personal. Me antarësimin në Bashkimin Evropian, ne do të kemi një Shqipëri të re. Dhe ne shqiptarët do të kemi një shtëpi të re, shtëpinë e Europës së Bashkuar. Dhe për ju që jeni në Greqi, do të vi, si për të gjithë ne, po për ju, do të vi një pasaport e re. Pasaporta e qytetarit evropian me liri, të drejta të barabarta, një pasaport kuqezi që do të jetë e barazlefshme për pasaportën bardhë dhe blu në shtetin fqinj me mik. Dhe vota për ata që janë regjistruar është një mund jashtëzakonisht i vogël, por ama është edhe një kontribut jashtëzakonisht i madh. Kështu që ju lutem, pavarësisht vështirësive që u krijuan me kompani e madhe globale DOL-ja, në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 19% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit. Hapeni zarfin, vini shënimin tek numri 5 dhe dërgoni mbrapa. Dërgoni mbrapa për 11 majin e Shqipërisë Evropiane. Okej? Në ndërkohë, sot jemi në symsyrin e parafundit përpara zgjedhjeve, ditën e diel unë dhe ne po flas për veten, do ta qep gojën dhe të gjithë ju do të flisni, populli shqiptar do të flas brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ki mbet veç me turk e arab të ba takime të shumta. Zoti e baftë mirë, Martin Shqipe për gjoka. Ka mbet veç me turk e me arab, Martin. Nuk e di, po në datën 16 maj, javën tjetër, unë të ftoj ty të shikosh nga Tirana, nëse je jashtë shtetit, ose të vish në Tiranë nëse je në Shqipëri, dhe ta shohësh me kë kam mbetur në 16 maj, në sheshin Skënderbej. Aty, nën hijen e kalit dhe të herojit tonë kombëtar, do të vinë të gjithë udhëheqësit e kontinentit evropian. Jo të Bashkimit Evropian, të kontinentit evropian. Të gjithë do të jenë aty, në sheshin Skënderbej. Okej? Nëse fitoni prap, nuk dua të shikoj asnjë koment që ankohen shqiptarët, sepse me sa duket duan vetëm të vuajnë dhe të largohen, ndërkohë ai që duhet të ikë je ti. Angela Kalemi. Angela, shqiptarët janë në drejtën e Zotit, edhe në të drejtën e të Zotit shtëpisë, të ankohen sa ta shohin të nevojshme. Shpreha e pakënaqësisë tregon se
ka jo vetëm vend për më shumë, por ka edhe ambicie për më shumë. Unë jam vetë i pakënaqur. Jam shumë i pakënaqur në shumë gjëra dhe prandaj jam edhe shumë ambicioz për t'i bërë gjërat më mirë. Dhe pa diskutim që shqiptarët nuk duan vetëm të vuajnë, por shumica e shqiptarëve e sheh ndryshimin, sepse e prek ndryshimin, sepse jeton me ndryshimin dhe sepse ndjen në radh parë atë gjë shumë të madhe që ka ndodhur. Ka ndodhur diçka shumë e madhe, Angela, që nuk ka ardhur nga qielli, por ka ardhur si rezultat i përpjekjes dhe i mbështetjes së madhe të shqiptarëve për këtë përpjekje, që është që shqiptarët sot nuk janë më njerëz që shihen si njerëz pas një vlerë. Shqipëria sot nuk është më një vend që konsiderohet një vend pas një vlerë. Ka ndodhur rivendosja e identitetit shqiptar në vendin që i takon jo më në sytë tanë, në sytë e njëri tjetrit, por edhe në sytë e të tjerëve, të fqinjve dhe të të gjithë të tjerëve. Nga një vend që nuk e besonte askush, nga një vend ku në vitet e fundit nuk vinte më askush flas për udhëheqës të vendeve të tjera, nga një vend që kishte ngelur në bisht në të gjitha proceset, nga një vend që nuk gëzonte respekt, se vlerësimi jo. Ne sot jemi një vend që respektohet, që vlerësohet dhe që besohet. Dhe sot jemi të ulur në tryezën e marrëveshjes madhe, e krushqisë, po e quaj unë, me familjen e madhe dhe bashkuar europiane. E kupton, Angela? Kështu që shqiptarët janë shumë të qartë. Shumica dërmuese e tyre janë shumë të qartë. Pjesa tjetër ka nevojë të hapin syt. Dhe në atë pjesë hyn edhe ti. Ka nevojë të hapësh syt, të shohësh realitetin dhe patjetër të shikosh, të kritikosh ato që nuk shkojnë, pa diskutim nuk je as pak e detyruar të pëlqeshat apo të aprovosh atë që them dhe bëj unë, por ama në asnjë mënyrë me kënetën, në asnjë mënyrë me hije të shkuarës, në asnjë mënyrë me një politikan të lashtë, të dëshpëruar, të pashpresë, që e marrin vërdallë për Shqipëri, për hallet personale të tij. Në asnjë mënyrë, sepse e thoshte bukur një komentator. Ne duhet kujdesemi ne për pleqt në atë fazë ku është edhe ai katrani me boj, e jo të kujdesen pleqt për ne. Dhe kjo është shumë e thjeshtë dhe shumë e drejtë për drejtë dhe shumë e qartë. Kuptove, Angela? Si uroni fitore, ju ka bloku trurin, mos ju ka drogu se jeni qorru, nuk shikoni realitetin, apo jeni të Europakic që jeni të implikuar me pislëqe. Sa keq. Natasha, Nanushi, Plaku, sa keq. Sa keq. Edhe është shumë interesant se si këta, se në ndërkohë jam bërë kurios të shoh se disa prej këtyre njerëzve që komentojnë çfarë bëjnë vetë, me çfarë merren, edhe një pjesë janë profile falso, disa tjerë janë real, por janë totalisht të zhytur në kënet, totalisht të dhënë mbas kënetës, totalisht të verbuar nga këneta. Cilin realitet
Cilin realitet? Realitetin e prodhimit të përgjithshëm kombëtar, që e kishim më pak se 10 miliardë dhe sot e kemi 25 e kusur miliardë euro dhe do të çojmë 35 miliardë në Shqipërinë 2030. Realitetin e pagave që pagën mesatare e kishim poshtë 300 e kusur euro